gjorë, ndaj zgjodhëm në mënyrë kirurgjikale avokatin Përparim Çaça. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Si këtë mafia. Tani e para njerë duket sikur PD-ja ka bërë një autogol në rinumërimin apo është një me qitje të largët si lëvizje. E filloj me ju më pas Çaça. Kjo është diçka që kanë vlerësuar besoj juristët e Partisë Demokratike që mbikëqyrën edhe procesin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po unë do isha për kërkesat që drejtohen për votat të tjetërsuara, të marra nga kundërshtari, nga Partia Socialiste, sepse betejë me aty ka qenë rrjedhja apo devijimi i votës së brendshme që besoj deri tani shkon afër aksidentit, po nuk do doja të shkonte më tutje, nuk do doja nëse raste ka 5 vota aty. Nuk do doja të shkonte më tutje, të cilët mund të jenë edhe gabime njerëzore të numëruesve në orë të zgjatë. Unë kam qenë vetë deri në orën e fundit, le të themi, në numërim dhe kam parë numëruesin që ishte tepër serioz, tepër korrekt, edhe tepër demokrat. Të ndonse lexonte emrin tim, po ta themi, instinktivisht e zgjaste dorën, andaj nga ishte ai që mbiste të PS-s, më themi 2-3 raste. Dhe ai donte më fort, ndoshta më tepër se unë që të fitohej unë. Po ta marrin tek besnikëria e subjektit në këtë kontekst. Të vënë në diskutim me numëruesve. Të lodhe, po, sigurisht të lodhe. Unë nuk besoj. Pastaj a ka të shit, a ka të bler, a ka flirtues, a ka procesi natyrisht numërimi dhe rinumërimi kanë nxjerrin në raste ku duhet vëzhguar, por nëse besueshmëria bie, themi tek numëruesi, janë të zgjedhur të subjektit. Atëherë bien shumë gjëra të tjera sepse nuk ka mbetur gjë tjetër në këmbë. Kanë rënë të gjithë fazat e përparshme të procesit zgjedhor. Tani i kthehemi edhe numëruesit, edhe komisionerin dhe telashet nuk kanë të sosur. Por ajo çfarë unë theksoj, do doja që të kishi kërkesa edhe për materialet zgjedhore, edhe për votën në raport pikpyetja e madhe, materialet zgjedhore. Se procesi ka një kompleks gjëra të cilat do ta shohësh në detaj se ku qëndron, ku fle. Le të organizuar të zgjedhje nuk ka fjetur fare xhanën, por edhe në raport me votën e socialiste. Aty është problem. Aty mund të jenë bërë, le të themi, nëse në numërim ka pasur vënie dorë, duart janë zgjatur pikërisht në këto segmente. Le të themi nga pala tjetër për të bërë ndryshimet, çokat edhe porosit që mund të ketë pasur nga, le të themi, shefat e mazhorancës për të futur duart, për bërë ndere këtej dhe andej. Por, gjithsesi, ne vim, ky nuk është procesi dhe përderisa nuk është proces, to që diskutojmë ne janë garnitur në raport me çfarë ka ndodhur përpara se të mbërrim këtu. Pra një gjellë që ka ardhur e gatuar 6 muaj më herët me të gjithë asortimentet kriminal brenda dhe liçkelës, tash do diskutojmë këto garniturat e vogla janë komike në raport me tragjedinë e mëparshme. Por gjithsesi edhe këto episode janë për të vëzhguar, janë për të diskutuar dhe janë për të parë se përveç nuk ju doli, le të themi, nuk u ngopën apo nuk mjaftoi oreksi më hershëm i krabitjes dhe i plaçkitjes gjatë 6 muajve deri në 11 maj, por edhe këtu në orët e fundit të numërimit dhe rinumërimit ne shohim gjithmonë që ky proces nuk mund të quhet më i tillë, mund të quhet, të themi, një